tek Final Four-i, Dinamo plotson 4, Dinamo është brendja objektivave. Tani absolutisht, pa dalë finale e kupës për tjera. Le të shpjegojmë pak për publikun, për ata që ndoshta nuk e kanë shumë të qartë se si do të funksionojë faza e Final Four-it. Kush shkon në finale, pra, në finalen e madhe? Atëherë janë përcaktuar takimet, edhe datat dhe oraret. Pra do të fillojmë me datë 16-17, pra të shtunën dhe të dielën që pason tani, maj. Këtë javë. Të gjitha ndeshjet do të luhet në Air Albania në orën 17, në orën 19, falni. Skuadra e Dinamos në gjykimin tim një farë mënyre e ndërlikon pak këtë... Është një ndeshje teke, apo janë 3 takime teke. Pra, skuadra Dinamos do të luaj me Elbasanin, me Ignatian dhe me Vllaznin. Pra, çdo skuadrë do luaj nga një me gjitha. Dhe çfarë ndodh? Në takimin e parë skuadra e Dinamos e ka me Vllaznin, që këtë rast është kryesuese. Pra, vendi i parë me vendin e katërt. Vendi i dytë dhe vendi i tretë pra Elbasani, ditën e diel do të luaj me Ignatian. Dhe pas këtyre takimeve, Ignatia pastaj do të luaj me Vllaznin dhe pastaj e mbyll fund me skuadra, jo, dhe luaj me Dinamo dhe e mbyll pastaj me Vllaznin. Këto kanë grumbulluar pikë ndërkohë. Këto kanë grumbulluar pikë, po ajo që është më e rëndësishme duhet të theksojmë faktin që skuadra e Dinamo sot është 7 pikë me përgjysmimin e pikëve më pak se sa Vllaznia dhe Elbasani që kanë nga 31 së bashku, ndërkohë që skuadra e Dinamos, duke qenë që grumbulloi 49, ka vetëm 24 pikë. Në kuotën e 28 pikëve është Ignati, që është vetëm 3 pikë nga 2 vallat e para, dhe nëse në takimet e para do të kemi, po themi, rezultate befasuese. E them befasuese pra që nëse Dinamo mposhtë Vllaznin, thjesht nëse mund ta themi kështu, i bën dëm skuadrës shkodrane, sepse shanset që skuadra e Dinamos të fitojë titullin kampion janë vetëm 1%.